mekanizëm nëpërmjet kësaj historie dhe mua më vjen shumë keq, jo për të mbrojtur Indrin, por ti sinqerisht komenton, pa që ne afërt me Indrin, pa që ne afërt me mua. Vanessa, nuk dua të t'jap përgjigje, sepse nuk kam dëshirë të të lëndoj më shumë. Vjen shumë keq për çfarë ka ndodhur, por në të vërtet nuk të besoj te kjo. Po ti thua s'dua të të lëndoj më shumë edhe e mban këtë në që na mban gjithëve. Ç'a ka për të lënduar më shumë Vanessa se ç'u lëndua? Po ajo tani mu drejtohet mua, ndërkohë që unë po shpjegoj situatën siç kam qenë në shtëpinë time, më vaj. Ai e gazlight, mirë Vanessa. Po ka kjo histori më mua. Edhe jatna që ke projmi, ke orë të fakirit, te unë edhe te Ermiona, dhe ke thonë që Indri ka thonë, kom halon gjenja për ishtë duar. Po, ma ka thonë Moza. Jo, ke thonë në rrugë ka thonë. Ka thonë një. Ermiona. Qa janë këto mua? Një sekond, Indri. Ma ka thonë Moza. Jo, se kjo duhet thot vërtetën tani. Ora, ti ke thonë që dhe ty t'ka thonë. Ermiona ka thonë që ka thonë edhe Indri, nuk ka thonë Moza. Ti ke thonë që edhe Moza s'ja ka thonë. Po. Ti ke thonë, mu ma ka thonë Indri. Vë 4 shë. Ja, pas ka thonë vete para kjo. Ermiona ka thonë, ma ka thonë Indri. Atëherë, ta dëgjojmë pak Indrin të zotin e punës ti është, më fal, kemi nevojë për qartësim. Indri, kemi nevojë për qartësim. Arbana, po një sekond. Si është situata, Indri, kemi nevojë për qartësim. Ka thënë që ka dalë nga një divorc Nuk një sekond, ju lutem, edhe s'më. do të sqarohet pse Me përsëri me gruan. Një sekond që nuk një Arbani. Edhe ty ka qenë bashkë. O gra! Një sekond. Gra Ria! Një minut. Edhe ka qenë me ty me Akilin. Edhe unë ta kam thënë dy sy. Apo jo? Ta kam thënë, më tha Moza, Ma shumë e revoltuar Bora për gjithë këtë gjë, do me thënë se unë. Diçka e tillë. Po diçka e tillë, pra ato problemi. Nikjo. aty është problemi, thotë. Please. This is not my business. Ai mund të bëj çfarë. Jo, ti ke folur. Ore këti, a i tham që është fejuar ti? Po jo, tani. Mos i tham që është fejuar. Mos i çdoj. Ju të gjithë. Se them, Ju të gjithë. Tani do duar më para. Është protagonistë. I thashë themin. Absolutisht jo. Po do jemi lesbianë në shkollë. Gjithkohë si jemi Bora. Dini gjithkohë shumë. Po ju doni me unë. Arbana, t'lutem. Ma jep fjallën t'lutem. Sa kuptohet që të zohen pak vajzat e firmës. Avash, se do vidhe dita jote. Avash. Atëherë, ju lutem, ta dëgjoj pak Indrin dhe pastaj dua dëgjoj Blerina se nuk kuptova asnjë nga ajo që thotë se fliset gjithë për një herë. Indri. Ja të flas një herë Blerina se unë kam Blerina. Jo, unë thash, me që thotë që nuk janë muhabetet të saja, nuk kuptoj kush është arsyeja për që përcjell fjalë të ndjenjave të personave të tjerë që nuk ja kanë thënë personalisht, thjesht për të krijuar polemikat të tjera dhe thashë theme të tjera. Kjo është ajo që unë them. Vërtet është, vërtet. E thashë ne deri në orën 6 mëngjesit. Dëgjoj. Po ke thënë pra, si që ke që s'ke thënë? Arbana, Po. unë fillim kam pas një bisedë. Gjithë gjë si ka ndodhur këtu. Vetëm ti dole te klipi duke fol për këta të dy Kam pra. pas një bisedë këtu me ty. Ajo gjëja ka ndodhur para se Po jo, kjo doli tani, doli pra. Ka ndodhur natën që unë kam dash lëdhe shpinë këtu. O, ti ke 4 herë që do të lësh shpinë në shpunë tjetër. 4 herë jo zonja. Hajde tani. Një herë kam dash ta lësh Na shpinë. çmonde, vetëm flet për tjerët. Bëj një gjë për veten tënde. Su çmonde ti. Po bëre Lara mos ta niveli tën tregon. Vetëm tonë tregon siç e tregon ti për ditë. Unë po e tregoj shumë mirë. Ju lutem. Hajde do i bëjmë analizë. Po, Moza ka ngritur dorën, Moza. Indri ka pas një bashkëjetesë 5 vjeçare dhe ka një fëmijë me atë grua. Ajo grua është shumë e bukur, është vitale, është e pasur, pra ka gjithë mrekullitë që mund të ketë një grua. Dhe nga kjo ndarje, ai është shumë i traumatizuar në atë pikë që don të kuptoj dhe pse u nda. Me leje, Moza, me leje tonë, me leje. Unë një gja, vetëm një gja, i drejtojmë edhe publikut. Pare se me i këtu mranë, unë një gja i kam thonë vedit që nuk do të toleroj edhe nuk do t'ja vlen kjo gja. Fatkeqësisht kjo gja ndodhi, edhe ja shumë vonë për mu për me u këthy mrapa. Marë përgjithësine kam pas fajin unë, dhe më thonë, unë e kam ekspozu vedin ndaj kësaj tyne thashe themeve, fjalve, të lutem marrë i sekund. Unë ju kërkoj ndjes tanëve ju, por unë nuk mundem me e vazhdu këtë program. Nuk mundem në asnjë mënyrë, ju kërkoj shumë falë, por unë kam dëshirë për me dalë
edhe u prish ajo që unë e kam ma për zemër, që është imazhi jem, integriteti jem si njeri, e marrë po e përsëris nuk ka faj i kërkujt, është faj i jem 100%. Okej? Ju kërkojmë falë. Një ka një tanëve, ka kënë, je Arban të lutëm, jam serios. E di që je serios, por mos marrim vendimet të nxituara nga emocionet e momentit. Jo, nuk janë emocionet e momentit, Arban, se janë te i kalu ka shumë limitet që unë i kam vu vedit, edhe po e përsis nuk e kam më kërkën, e thamë në mënyrën ma të qetë mundshëm, okej? Unë jashtë kam një familje, kam një emen, kam një profesion, kam shumë gjana që i kam lanë jashtë, edhe për fajtemin, tanë të gjana po injorohen për fajtemin, edhe po futen gjana private që unë i pari, po e përsis për satën herë, ashtë komplet fajem, por ju lutëm me më falë produksioni, me më falë tanë, por unë nuk mundë me vazhdua më Mos kërko falje, sepse në qofë se ti ke marrë këtë vendim, e respektojmë plotësisht edhe e kuptojmë. Ju kërkoj falje tanëve, edhe ju falenëroj me tanë zemën, tanëve. Indri, më lëtë të them diçka. Dëgjoj. Arbana, të flasë dhe unë pak, nuk dua të bëj show. Ju e dini, prit, të lutem, prit. Ju e dini që unë nuk qoj dorë, nuk flasë aty kus më takon, nuk ofendoj, nuk fyej, nuk hynë gjëra personale. Bora është një person që ka dashur që në fillim njerëzit të nxjerr nga vetja, urime sa po e bëre. Nuk ka gjë. Urime. Indri, nëse... Jo, se bana gjë, se e di që du më bërë. Jo, dëgjo. Nuk ka gjë. I dashurim za mua për këtë. Ka një sens, Indri, jo, nuk ka sens. Indri, nuk ka sens, se po lë të fitojnë disa persona, si Ermiona, si Bora, të cilët janë... Të lutem Ermiona, më lërë të mbaroj dhe pasaj flisni 2 muaj. Të mbaroj undimet, të mbaroj undimet dhe të flasësh të zine, të grieni 2 muaj. Bravo të qoftja, kjo ishte Ermiona që pëmbron të dashurin tani pëndolla unë viktima. Atere, ju lutem, Vanessa, dua të flasë me ty dhe me Indrin te Kagaj. Ju lutem se ka shumë dërë, ju me gati. Ju të vini te Kagaj. Sëna lodhët. Okej, bravo Ermiona. Bravo Ermiona, bravo. Ermiona, nëse nuk dëgjon dot histori të tilla, histori dashurie nuk dëgjon. Zënka nuk dëgjon. Nuk munden dot lot krokodili nuk i vetëm gjumë sa shetheme faleminderit për shembulin negativ që na tregon. Uroj një ditë të mos bëhem si ty. Dhe kur ju vjen e vërteta në sy polis të po bëni. Ciao. Ermiona Lekbello. Ciao. Lekbello. Lekbello, tamam, e kam emrin e mbi emrin shumë të rëndë. Për me e përmen ti. Spjordhak. Kjo të mbanisi, se do s'pjegoj një. Do s'pjegoj, nuk këmë të gjatë. Luta.